Shtrenjtohet jetesa, shporta minimale arrin në më shumë se 66.000 denar, 921 denar më shumë se muajin e kaluar. Prokuroria kërkon paraburgim shtëpiak për gjykatësin e dyshuar Gjoko Ristov. Nisma qytetare Stop për Usje sërish organizon protesta për ndotjen e ajrit. Danimarka dhe Grenlanda propozojnë mision të NATO-s në Arktik. Trump bisedon me kreun e NATO-s dhe thotë se nuk ka kthim prapa. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajmet orës 15:55. Çmimet vazhdojnë të rriten, ndërsa pagat mbeten në vend. Shporta minimale e jetesës për muajin janar ka arritur në 66.413 denar. Ndërsa krahasuar me dhjetorin, shpenzimet janë rritur për 921 denar. Dhe nëse jetohet me qera, shpenzimet minimale arrin në 81.788 denar. Lidhja e sindikatave të Maqedonisë kërkon rritjen e pagës minimale në 600 euro, si dhe rritjen e të gjitha pagave të tjera. Lidhja e sindikatave të Maqedonisë ka nisur vitin me të dhëna shqetësuese për qytetarët, nga ku theksojnë se shpenzimet e rriten me shpejtësi të dritës, ndërsa rrogat ecin me këmbë të breshkës. Nga LSM informojnë se shpenzimet minimale mujore për një familje 4 antarësh në muajin janar janë rritur me 66.413 denar, ndërsa krahasuar vetëm me një muaj më herët, gjëgjësisht e dhjetorin, shpenzimet shënojnë rritje për 921 denar. Jo vetëm kaq, nëse një familje 4 antarësh jeton në një banesë me qira prej 60 metra shkatror, shpenzimet minimale arrin në 81.788 denar. Nga shpenzimet totale minimale mujore, 24.211 denar janë të nevojshme për ushqim dhe pije, ndërsa për mbulumin e shpenzimeve minimale komunale nevojiten 6.338 denar. Për shkak të rritjes së kostës së jetesës, LSM kërkon vazhdimisht rritjen e pagës minimale në 600 euro, si dhe rritjen e të gjitha pagave të tjera, përçka në periudhën e ardhshme paralajmërojnë protesta. Prokuroria kërkon paraburgim shtëpiak për gjykatësin Gjoko Ristov, të cilit ju gjetën 350.000 euro. Po ashtu, prokuroria propozon që atij t'i merren dokumentet e udhëtimit. Pas vendimit të Këshillit Gjyqësor, gjykata pritet të vendosë për këto masa. Prokuroria Themelore Publike kërkon paraburgim shtëpiak për gjykatësin e apelit Gjoko Ristov, pasi dyshohet se ka fituar 350.000 euro me korrupsion. Përveç kësaj mase, prokuroria propozon gjithashtu caktim të masës së kujdesit, konfiskimi i përkohshëm i pasaportës ose ndonjë dokumenti tjetër për kalimin e kufirit shtetëror. Sot, prokurori i Lëndës e intervistoi gjykasin e dyshuar dhe i paraqiti provat e mbledhura mbi të cilat bazohet dyshimi i arsyeshëm se ai ka kryer veprat për të cilat të ngarkohet. Nga prokuroria shtojnë se duke vlerësuar kushtet objektive që duhet të plotësohen për saktimin për sigurimin e pranisë, si dhe kushtet subjektive që justifikojnë atë, prokurori i Lëndës i dorëzoi gjyqtarit të procedurës paraprake në gjykatën themelore penale në Shkup propozimin që ndaj të dyshuarit të caktohet masa e arrestit shtëpiak. Nga gjykata penale Shkup kanë konfirmuar se e kanë pranuar propozimin e prokurorisë, me të cilën kërkohet që gjykatësit të dyshuar të caktohet masa e paraburgimit shtëpiak dhe masat e kujdesit. Propozimi është caktuar një gjyqtari të procedurës paraprake, i cili më njëherë i ka paraqitur njoftim Këshillit Gjyqësor kompetent, nga i cili pritet një përgjigje, pas së cilës gjyqtari do të vazhdojë me procedurën. Gjyqtarët gëzojnë imunitet në kryerjen e detyrave të tyre gjyqësore. Sipas ligjit për gjykatat, një gjyqtar nuk mund të arrestohet pa miratimin e Këshillit Gjyqësor, përveç nëse kapet duke kryer një vepër penale të dënueshme me burgim për një afat prej 5 vitesh. Sipas nenit 104 të ligjit të ri për Këshillin Gjyqësor, Këshilli me të paktën 7 vota nga numri i përgjithshëm i anëtarëve me të drejtë vote, jep pëlqimin e tij për kërkesën për miratimin e arrestimit të një gjyqtari dhe i heq imunitetin.
Koalicioni shqiptar në pushtet ka reaguar për hetimin për korrupsion ndaj gjykatësit Gjoko Ristov. Zëdhënësi i koalicionit Vlen, Driton Sulejmani, deklaroi se ky lajm rënon edhe atë grimës të fundit besimi që qytetarët kanë pasur në sistemin e drejtësisë. Zëdhënësi i koalicionit Vlen, Driton Sulejmani, ka reaguar për rastin e hetimit për gjykatësin Gjoko Ristov. Ai tha se lajmi për gjetjen e 350.000 eurove të dyshuara të gjykatësit si para korrupsioni nuk është vetëm një skandal individual, por se ky lajm rënon edhe atë grimës të fundit besimi që qytetarët kanë pasur në sistemin e drejtësisë. Prandaj sot parashtrojmë disa pyetje konkrete. Në salën tjera kanë qenë të përfshirë Gjoko Ristov dhe Enver Bexheti. Në sa raste ka qenë pjesë e vendimeve për paraburgim, garanci financiare apo zvarritje procedurash. Cilat vendime konkrete kanë prodhuar lirime dhe shmangje nga përgjegjësia për njerëz të fuqishëm. Dhe pyetja kryesore që mbetet është: kush i ka mbajtur këto njerëz në këto pozita për kaq vite dhe pse? Sulejmani theksoi se ajo që e bën situatën edhe më alarmante është fakti se Gjoko Ristov nuk është emër i panjohur për drejtësinë dhe siç shtoi se ai së bashku me gjykatësin Enver Bexheti, tashmë i shpallur non grata, kanë qenë pjesë e vendimeve gjyqësore që i kanë hapur rrugën e lirisë Sasho Mjallkovit, simbolit të shtetit të kapur, i cili sot shëtit i lirë me Ferrari në Monaco. Sulejmani theksoi se Vlen është e bindur se ky nuk është rasti i izoluar, por maja e Asberkut e një sistemi të kalbur, i cili sipas tij për vite me radhë ka mbrojtur të fortët, ndërsa kanë shtypur qytetarët e zakonshëm. Këshilli i prokurorëve zgjodhi prokurorin Anel Fidovski për kryetar të prokurorisë së Shkupit, ndërsa Besir Aliu zgjodh kryetari i prokurorisë së Tetovës. Kryetari i Këshillit të prokurorëve, Bashkim Besimi, tha se Fidovski mori 7 vota dhe se këshilli do t'i jap një shans. Rezultatet janë të qarta. Anel Fidovski mori 7 vota pro dhe ne do ta mbështesim. Kështu tha kryetari i Këshillit të Prokurorëve Publik, Bashkim Besim, pas seancës së sotme të Këshillit të Prokurorëve Publik, në të cilën Fidovski u zgjodh shefi i Prokurorisë Themelore Publike në Shkup në vend të Gavril Bubevskit. Избраниот фактички во интервју покажа добри резултати и заради тоа некои членовите ценеше дека треба да му се даде шанс. И веќе му дадевме шанс. Lidhur me votën abstenim që ai hodhi për shefin aktual të prokurorisë së Shkupit, i cili synonte edhe një mandat tjetër, Bubevskin, Besimi sqaroi se kjo mënyrë e shprehjes është e zakonshme në Këshill, megjithse në kornizën ligjore nuk është e definuar me precizitet. Често се гласа воздржан, бидејќи во законот не е прецизирано и ми инсистираме сега во новиот закон да се прецизира и да се знае. Në të njëjtën seancë, anëtarët e Këshillit morën vendim edhe për pozicionin drejtues në Tetovë, me 10 vota pro Besir Aliu, u zgjodh kreu i Prokurorisë Themelore Publike të Tetovës. Për pozicionin e kreut të Prokurorisë së Shkupit aplikuan gjithsej 5 kandidat. Përveç Fidovskit, në garë ishin edhe shefi aktual, prokurori Gavril Bubevski, si dhe Tanja Trajqevska, Dejan Petreski dhe Spasenka Antonova. Fidovski mori mbështetjen më të madhe nga anëtarët e Këshillit dhe u zgjodh shefi i ri i Prokurorisë Publike të Shkupit me 7 vota për. Bubevski mori 5 vota për. Trajqevska dhe Antonova morën nga 1 vot, ndërsa Petrevski nuk mori asnjë vot për. Koordinatorja e grupit parlamentar të Frontit Evropian, Rina Hajdari, thotë se në parim mbështesin propozimligjin për kundërvajtje, i cili lidhet me sistemin qytetit i sigurt. Ata kanë disa kërkesa, siç janë gjuha shqipe të respektohet gjatë njoftimeve për qytetarët. Bashkimi Demokratik për Integrim i ndarë sa i përket propozimligje për kundërvajtje, i cili lidhet me sistemin qyteti i sigurt. Koordinatorja e grupit parlamentar të Frontit Evropian, Rina Hajdari, thotë se në parim janë për të mbështetur këtë ligj, por ata kanë disa kërkesa, siç janë gjuha shqipe të respektohet, qyteti i sigurt të zbatohet në të gjithë territorin e vendit dhe harmonizimin e sinjalistikës të shenjave të komunikacionit. Kemi diskutuar, kemi parashtruar të gjitha vërejtjet të cilat i parashtrova edhe këtu, për para jush, për para opinionit, për para gazetarve, dhe praktikisht na janë dhënë disa afate, për shembull për përdorimin e gjuhës shqipe dhe për mesazhet të cilat do të vinë në gjuhën shqipe. Diku deri nga maji qershori na është premtuar nga ana e ministrit të punëve të brendshme se do të rregullohet një çështje e tillë.
dhe po ashtu që brenda këtij afati kohor do të implementohet i njëjti edhe në gjithë territorin e vendit. Ndërkaq, deputeti po i këtij koalicioni Sadullah Duraku nuk mendon kështu, ai është shprehur i prerë. Duraku thotë se fillimisht duhet të zbatohen këto kërkesa e pastaj të votohet ligji. Jo, mos t'i pështjellojmë punët ne këtu, në qoftë se primësimet nuk bëhen në ligj. Bisedimet janë që i primësimet të bëhen në ligj. Në qoftë se primësimet nuk bëhen në ligj, na parim na e votojmë ligjin, por në qoftë se s'bën primësimet nuk votohet ky ligj. Po, nga ke siguri që do bëhen primësimet? Po shihet se Seanca për propozim ligje për kundërvajtje pritet të mbatet të premte, nga ku do të shihet se si do të votohet. Zyrtarët doganor kanë zbuluar disa tentativa për kontraband me mallra të ndryshme. Ka pasur disa tentativa për kontraband të shumave të mëdha të devizave të padeklaruara si dhe të monedhave të arit. Dogana është treguar syqel, pasi në disa pika kufitare, zyrtarët doganor dhe ekipet mobile doganore kanë zbuluar disa tentativa për kontraband me mallra të ndryshme, si dhe disa tentativa për kontraband të shumave të mëdha të devizave të padeklaruara. 13.900 euro, 3 monedha ari dhe një plak ari me peshë rreth 90 gram u zbuluan nga një ekip mobil doganor të 2 pasagjerë që ishin paraqitur për dalje nga shteti në pikën kufitare Tabanoc. Gjatë kontrollit personal në xhepin e xhaketës së shoferit u gjetën 23.900 euro. Sipas dispozitave ligjore, udhëtarit ju kthyen 10.000 euro, ndërsa 13.900 euro monedha e arit dhe plaka e arit u mbajtën përkohësisht. Gjatë kontrollit të një automjeti që ishte paraqitur për hyrje në shtet në pikën kufitare Qafthan, nga drejtoria informojnë se të njëri nga udhëtarët janë gjetur 20.000 euro të padeklaruara. Secili prej tyre mbante nga 5.000 euro, shumë që duhet të deklarohet. Sipas ligjit për veprimtarinë valutore, secili udhëtar ju kthyen nga 2.000 euro, ndërsa pjesa e mbetur prej 3.000 eurosh për secilin ose gjithsej 12.000 euro u mbajtën përkohësisht. Një grup i qytetarëve kanë protestuar sot para drejtorisë të ardhurave publike në Tetov për tatime të cilat u kërkohen të paguhen gjatë kohës që ata kanë punuar jashtë vendit në Irak dhe Afganistan, që sipas tyre është jo ligjore. Qytetarët të cilët kanë qenë të angazhuar nga kompanitë amerikane në bazat ushtarake në Afganistan dhe Irak, sot para DAP-it në Tetov shprehen shqetësime lidhur me tatimet retroaktive ku DAP filloi të dërgojë tatime, të cilat nuk janë paguar dhe të cilat nuk është dashur të paguen për para 5 viteve. Ata thonë se nuk janë kundër tatimeve, por kundërshtojnë ngarkesën e padrejtë dhe retroaktive. Sot ne i bashkohemi kësaj nisme qytetare për të kërkuar trajtim të drejtë dhe të barabartë. Këto masa prekin qytetarët që kanë punuar jashtë vendit, shpesh në zona të rrezikshme dhe të prekura nga konflikte. Duke siguruar të ardhura për familjet tona dhe familjet e tyre, dhe duke kontribuar në ekonominë e vendit, pasi shumica e këtyre mjeteve financiare janë investuar edhe brenda shtetit, shumë prej tyre kanë qëndruar jashtë vendit mbi 183 ditë dhe sipas ligjit për tatimin personal duhet të trajtohen si jo rezident tatimor. Ky status nuk na njihet nga drejtoria e të ardhurave publike. Dëshmit për qëndrim dhe punë jashtë shtetit nuk merren plotësisht parasysh nga punojësit e drejtorisë, kërkohet edhe formalizimi i largimit nga vendi dhe në disa raste dokument për tatime në vende me konflikte, gjë që shpesh është e pamundur të merret nga ne qytetarët. Derisa neve këto faktikisht kjo na vjedhin me një fjalë. Ne shkuam atje për kërkojën e bukës, për ta mbajtur familjen, parët janë shumë këtu, tatimet i kemi paguajtur si në për shërbimet të ushqimores, kemi paguajtur edhe ndërtime edhe banesa kemi blet. Domethënë parët janë derdh prapë në shtet. Domethënë kjo nuk është njerëzore dhe duhet shteti për këtë japë përgjigje që të na lirojnë nga këto taksa. Iniciativa qytetare Stop për Usje ka paralajmëruar protestën e dytë kundër fabrikës së qimentos Usje.
Kjo iniciativë ka theksuar disa kërkesa, përfshirë kërkesën që stacioni matës pranë Usjes, i vendosur nga komuna e Kisillavodës, të fillojë matje të vazhdueshme 24/7 dhe publikim të dhënave në kohë reale. Me akuza për ndotje të vazhdueshme dhe mungesë kontrolli institucional, sot para mediave foli Aleksandr Todeski nga iniciativa qytetare Stop për USJE për të paralajmëruar protestën e dytë kundër fabrikës së çimentos, e cila do të mbahet nesër në orën 18 në të njëjtin vend ku protestuan edhe më 25 dhjetor. Protesta do të mbahet në kryqëzimin e bulevardit Boris Trajkovski dhe bulevardit Serbia në drejtim të USJE-s. Përkatësisht në afërsi të menjëhershme të rrethorrotullimit para hyrjes së fabrikës. Todeski thotë se ndotja ndihet çdo ditë, ndërsa autoritetet, sipas tij, po mbyllin syt. Përgjigjja jonë është kjo, e dim se sërish do ta bëni kët, prandaj publikisht pyesim, kush është ai që veti matë ndotjet edhe për veten thot, unë nuk jam ndotës, e nëse ndot, ne të gjithë e dimë dhe e ndjejmë, ne nuk u besojmë matjeve tuaja. Prandaj kërkohet për mbushje urgjente e kërkesave tona, është e rëndësishme të dihet se matjet e cilësisë së ajrit ambiental me të cilat disponojnë institucionet e për usjen merren nga vetë fabrika në baza mujore, në vend që këtë ta bëjë shteti. Todeski përsëriti kërkesat e tyre, siç janë stacion matës pranë USJE-s, i vendosur nga komuna e Kisillavodës, të fillojë matje të vazhdueshme 24/7 dhe publikim të dhënave në kohë reale. Protestuesit kërkojnë që USJE të instalojë sistem automatik CMS i lidhur drejt për drejt me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Kërkohet që çdo shkelje të shqiptohet menjëherë gjop sipas pranimit të kamerave qyteti i sigurt. Gjithashtu kërkohet rishikimi i masave ekzistuese për shpallje të gjendjes së jashtëzakonshme ekologjike, në mënyrë që në rast të kalimit të vlerave kufitare të ndotjes, automatikisht të hyjë në fuqi masë për ndalim të plotë të punës së USJE-s, përfshirë edhe minierat. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, duke folur në Forumin Ekonomik Botror, thotë se tronditjet gjeopolitike duhet të shërbejnë si një mundësi për Europën. Ai tha se ndryshimi sismik që po sheh bota është një mundësi për të ndërtuar një formë të re të pavarësisë europiane. Von der Leyen thotë se kjo nevojë nuk është e re, as një reagim ndaj ngjarjeve të fundit, por ka qenë një imperativ strukturor për shumë kohë, shkruan BBC. Nëse ky ndryshim është i përhershëm, atëherë edhe Europa duhet të ndryshojë përgjithmonë, ka shtuar ajo. Është koha për të shfrytzuar këtë mundësi dhe për të ndërtuar një Europë të re të pavarur. Ajo shton se BE-ja po zgjedh tregtinë e drejtë mbi tarifat, partneritetin mbi izolimin, qëndrueshmërinë mbi shfrytëzimin. Danimarka dhe Grenlanda i kanë propozuar sekretarit të përgjithshëm të NATO-s krijimin e një misioni të aleancës në Arktik. Edhe presidenti amerikan Donald Trump ka bërë të ditur se ka zhvilluar një bisedë telefonike shumë të mirë me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s lidhur me çështjen e Grenlandës. Ndërkaq ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha se Grenlanda nuk është një pjesë natyrale e mbretërisë skandinave, ndërsa Moska nuk ka interes të ndërhynte në punët e Grenlandës. Danimarka dhe Grenlanda i kanë propozuar sekretarit përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte krijimin e një misioni të aleancës në Arktik me rritje së tensioneve dhe deklaratave nga SHOBA-ja për territorin autonom danez. Ministri danez i mbrojtjes Troels Lund Poulsen e bëri ditur këtë pas një takimi në Bruksel me Rutten dhe përfaqësues të Bashkimit Evropian. Ai theksoi se propozimi është diskutuar, por nuk zbuloi reagimin e NATO-s. Poulsen tha se Danimarka do të vazhdojë dialogun me SHOBA-n pavarësisht deklaratave që sipas tij lëndojnë. Ai paralajmëroi se një tërheqje e SHOBA-s nga NATO do të krijonte sfida serioze për sigurinë europiane. Ministra e jashtme e Grenlandës Vivian Motzfeldt nënvizoi se bashkëpunimi mes aleatëve mbetet kyç për mbrojtjen e përbashkët. Ajo theksoi rëndësinë e përfaqësimit të interesave të popullit të Grenlandës. Edhe presidenti amerikan Donald Trump ka bërë ditur se ka zhvilluar një bisedë telefonike shumë të mirë me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte lidhur me çështjen e Grenlandës. Trump njoftoi se gjatë bisedës u ra dakord për një takim me palët e ndryshme në Davos, ku këtë javë mbahet Forumi Ekonomik Botror dhe ku ai do të marrë pjesë. Në një postim në rrjetin social Truth Social, Trump theksoi se Grenlanda ka rëndësi kyçe për sigurinë globale.
Grenlanda është e domosdoshme për sigurinë kombëtare dhe botërore, nuk mund të ketë kthim prapa, shkroi ai. Presidenti amerikan shtoi gjithashtu se Shtetet e Bashkuara janë vendi më i fuqishëm në botë, duke atribuar këtë forcimit të ushtrisë mandatit të tij të parë. Trump këmbgul që ta blej Grenlandën dhe ka kërcënuar me tarifa alatit evropian që kundërshtuan idenë e tij. Si Danimarka, ashtu edhe Grenlanda kanë hedhur poshtë çdo propozim për shitjen e territorit. Agjencia e lajmeve aktivistëve të drejtave të njerëzit me Selina Shba tha se numri i viktimave nga protestat në Iran është rritur në 4029, ndërsa numri i të lënduarve rënd ka rritur në 5811, transmeton Anadolu. Sipas të dhënave të mbledhura nga organizata, thuhet se gjatë protestave janë arrestuar gjithsej 26015 persona. Irani është tronditur nga valët e protestave që nga muaji i kaluar, të cilat filluan më 28 dhjetor në pazarin e madh të Teheranit, për shkak të zhvlerësimit të ndjeshëm të realit iranian dhe përkeqësimit të kushteve ekonomike. Demonstratat më vonë u përhapën në disa qytete të tjera. Zyrtarët iranian kanë akuzuar Shëban dhe Izraelin për mbështetjen e atyre që i përshkruajnë si trazira të armatosura, të cilët kanë kryer disa sulme në vende publike në të gjithë vendin. Presidenti i Shëbaz Donald Trump kërcënoi vazhdimisht se do të godiste fort nëse protestuesit vriteshin, por më vonë përgëzoi Teheranin për anulimin e qindra ekzekutimeve të planifikuara, të cilat thuhet se ka bërë. Dhjetra luftëtar të ISIS-it që ikën nga burgu gjatë luftimeve të ashpra midis ushtrisë siriane dhe luftarëve të udhëhequr nga kurdët janë duke u kërkuar nga autoritetet e sigurisë siriane. Ndërkohë forcat qeveritare po lëvizin drejt qytetit Hasaka, të mbajtur nga forcat demokratike siriane, në lindje të vendit, ndërsa pyetjet vazhdojnë nëse harpushimi i pasigurt do të qëndrojë pas javësh luftimesh. Nën presion të fortë ushtarak, SDF pranoi të tërhiqet nga Raka dhe Deir Azor, dy zona me shumicë arabe që i kontrolloi për vite me radhë, të cilat janë edhe vendi i fushave kryesore të naftës në Siri. Ndërkohë presidenti Ahmed al-Shara dhe homologu i tij amerikan Donald Trump diskutuan zhvillimet e shpejta në një telefonat dhe të dy bien dakord për rëndësinë e ruajtjes së unitetit dhe pavarësisë së territorit sirian dhe ruajtjen e të drejtave të popullit kurd brenda shtetit sirian. Shikues të nderuar, këtu përfundojnë lajmet. Ju falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.